Vllaznia në basketboll për treja duhet i përballë ekipit të Tiranës në ndeshjen e fundit për fazën e parë në Pallatin e Sportit Kazim Dervishi. Me trajnerin e vllaznisë Sigrid Dasha. Prozoj se një pjesë e parë e mirë për vllaznin, por çfarë ndodhi në të dytën që lëshuat pak dhe e humbet ndeshjen. Loja në fillim vazhdiste shumë mirë në fakt, ishim para. Loja u zhvillu një lojë konkurruese dhe shumë e bukur. Pavarësisht humbjes, vajzat luajtën shumë mirë, dhanën maksimumin, por pat me disa problematika që nuk ecën ndoshta te pjesa e gjujtjes, që na mungoi pak. Mbrojtja në përgjithësi ishte shumë e mirë. Kjo shënojmë edhe kthesën në periudhën e tretë, ku mori përparësinë Tirana, dhe më pas munduam me aktivizu gjitha vajzat, edhe ato që janë më të reja që kanë shumë pak kohë që kanë vazhdu. Kështu që të jepet mundësia gjitha vajzave për me luajt. Me këtë humbje të sotme, vllaznia për treja mbyll në vendin e tretë, një pozicion komod, por do të ishte me interes një përmbledhje fazës parë. Pak kënaqur jeni dhe ku ishin përgjithësi me rezultatet me problematike. Përgjithësi me rezultatet e fazës parë me kënaqën. Mos harrojmë që vim për një vit të kaluar që kena pas shumë largime nga ana e moshave, sepse kanë kaluar moshën normalisht dhe ekipi është pothuajse i formatuar një herë. Vajzat në përgjithësi kanë bërë paraqitje shumë të mira, kanë konceptin e lojës, luajnë mirë, paraqiten mirë, ndeshjet që kena pas për me fitu, kena fitu gjitha, vetëm 2 ndeshje janë të humbuna, kështu që për momentin jena në vend të tretë, por besoj për çdo ndeshje ata tregojnë që janë të urrit. Dhe besoj që faza 2 duhet të jetë edhe më e mirë, më e fortë për ne, se jo të synojmë edhe permanent. Ndeshja e parë për fazën e dytë ju përball në transfert me Përmetin, një skuadër me traditë në sportin e basketbollit. Skuadër me traditë dhe gjithmonë ka rezultate të mira. Si Përmeti si Tirana janë 2 ekipe me të cilat ne luftojmë. Me këto 2 ekipe domethënë është lufta jonë. Me të tjerat kena fitu bindshëm. Kështu që do të mundona me punu dhe me pa para, me mujt me fitu edhe kundër tyne. Në aspektin personal, Ingrid Dasha, trajner e ekipit të vllaznisë për treja, por edhe titullare tek skuadra e parë, që luan në kategorinë e parë të basketbollit shqiptar. E ngarkuar në 2 fronte apo i përballoni me sukses? Deri tash që kem përballuar me sukses, është diçka që e bëj me pasion, me dëshirë, kështu që i marr kënaqësi kësaj çfarë bëj. Në momentin që i marr kënaqësi, nuk njihet mos një ngarkesë. Dhe këto vajzat që ju po përgatitni tek trejat, ka një garanci për të furnizuar ekipin e parë? Besoj që pa. Qëllimi primar i tanë ekipeve treja në tanë botën është për me furnizu ekipet e para. Nuk është për me dalë kampion apo për me fitu çdo ndeshje. Qëllimi është të përgatisim vajza të mira, teknikisht dhe taktikisht, që të kena mundësinë që me furnizu ekipin e parë, që Shkodra të vazhdojnë domethënë pas ekipin. Ne kena shumë vajzat mira në fakt, me cilësi, që besoj që do të kalojnë tek tritunat, ashtu si kanë kaluar edhe vjet kena pas kalime tek tritunat nga vajzat e reja, kështu që ne do mundona me majt gjallë këtë pjesë. Duke qenë që jeni pjesë edhe ekipit parë, kur fillon ndeshjet për vitin 2026 për ekipin e tritur? Javën tjetër kena ndeshjen e parë kundër Partizanit. Në Shkodër? Në Shkodër, po. Si duken situatat, pozitat e ekipit parë të rritur? Përgjithësi në mirë, mund të them, por mos harrojmë që Shkodra nuk ka investitor. Në krahasim me qytete tjera, Tirana për shembull, që pavarësisht mbështetjes bashkisë kanë dhe investitorë dhe kanë lojtarë të huaja shumë. Ne në një ekip me përballje komplet shkodrane dhe po mundona me qëndruar tek play-offi, sepse është krejt normale që nuk mundena mu përball me një ekip që bën 6-7 blemje në sezon. Përshëndetje, faleminderit dhe suksese me të dyja skuadrat, qoftë si trajner me trejat, por edhe si titullar me triturat. Faleminderit.